Shikues të dashur, përshëndetje, bashkë me mua këtu e kam Arlinda Kalisin. Arlinda Kalisin më e njohim si një personalitet që ka kontribuar shumë me aktivitetet e saja kulturore dhe që është më interesantje që ajo merr disa projekte që mund të them se është edhe thesar. Pra përshëndetje Arlinda, mirë se erdhe në emisionin tonë. Përshëndetje Valdita, është kënaqësi gjithmonë kur jam pranë teje, posaçërisht sot në emisionin e sotëm pranë Alsat. Faleminderit. Arlinda, unë isha në Suljan dhe do ta lë ty të prezantosh edhe projektin tënd që vërtet ja vlen që të flitet më tepër në këtë tematikë sepse shumë rrallë i hyn këtyre projekteve, pasi që janë edhe trashëgimi dhe kur përmend trashëgimi tani u alë shikuesve dhe Arlindës u alë që ta rrëfen më mirë në lidhje me projektet për artizanatet dhe Po, patjetër, artizanatet dhe gruaja. Valdit, si që dim, pra artizanatet dhe gruaja kemi arritur në edicionin e 6, kësaj radhe kemi mbajtëm në Suljane pa edhe ti vetë, në një ambient besoj të ngrohtë nga gra të ndryshme. Kësaj radhe pra kishim gra jo vetëm gra shqiptare, por edhe të etnikumeve të ndryshme, me qëllim që përveç duke mos haruar trashëgimin dhe etnokulturën, neve u munduam të bëjmë një rjetizim të grave tona, një rjetizim të grave shqiptare, jo vetëm nga Maqedonia e Veriut, por dhe nga vendet fqinje. Që pak ta ndryshojmë atë, që të ketë hapësirë për të bërë rjetizimin e grave nga gjitha trojet, ata të cilën miren me këto artizanate, të mund të vinë të prezantojnë punën e tyre, të shkëmbejnë ideja, të mund që në të ardhmen të formësojnë ndonjë biznes të tyre së bashku. Mirë, ne i pam aty kishte disa shtande, kishte disa punime që me shkatësi dhe me thonë gratë i bëjnë. Pam edhe një spektakël tjetër nga pikat e vallëzimit dhe të muzikës, pra për shikuesit tanë tani do bëjmë një shkëputje këtu dhe të ndjekim një material në vim. Pra, Linda, si shte, ky ishte edhe edicioni 6 i artizanateve dhe gruajës. Më tregoj, prej nga kjo iniciativë, prej nga kjo ide interesante? Ti e din se pasi që neve njihemi që nga fëmiria dhe unë gjithmonë hapat e mia të para kanë qenë media, që nga mosha 16 vjeçare dhe asnjëherë nuk jam dalur dhe nga ajo që unë kam patur një numër të madh të emisioneve, ndoshta mbi 5.000 emisione të grave, duke patur një numër të madh të emisioneve, duke dashur gjithmonë për të mbështetur gratë, dhe që nga i moment ka lindur ajo ideja për të bërë diçka për gratë, duke dashur për t'ju ndihmuar atyre, apo duke u dhënë ndonjë frymëzim apo ide se si ata nga diçka shumë e vogël të bëjnë diçka të madhe. Nga ai pasioni që kam për artizanatet, se ndoshta edhe një numër që i kisha pjesëmarrëse dhe që kam patur në vazhdimsi në edicionet e mëparshme, që të mundet ata ta kenë një farë mënyre jo vetëm si pasion, por edhe si burim financiar të tyre. Po, një numër i tyre veç më funksionojnë nga ata artizanate që i bëjnë, ata punojnë dhe jetojnë. Jetojnë do me thëmë prej, mbjetojnë prej saj. Po, shumë e saktë. është shumë bukur jetojnë, se një numër i madh. Disa persona gra eminente, të cilët janë për tu përshëndetur, të cilët mbajtën edhe fjalime dhe më pëlqyen profesore të njohur,
respekt për idenë tënde. Na tregu se ke ndonjë komision ose një target grup të grave të cilët mirën si këshilla apo si çfarë është? Po, unë kam një numër të grave të cilët gjithmonë më sugjerojnë me japin ndonjë ide apo ndonjë kritik qoftë pozitive apo ndonjë kritik negative, dhe pse deri tani s'kam kritika negative, mirë po sidoqoftë unë i pranoj dhe ato, pasi që neve njerëz jemi dhe duhet të vetë kritikohemi ndonjëherë. Mirë po mendoj që ata gjithmonë janë aty për të më mbështetur, dhe pasi që kishim një numër të grave, unë isha shumë e lumtur që kësaj radhe më nderua në manifestimin tim në këtë edicion të 6 zonja Zena Halimi, për opinionin e gjerë njihet si një njohëse mire trashëgimisë dhe etnokulturës, autore disa librave që ka shkruar për këtë gjë. Ajo pra ishte pikërisht personi i dur që duheshte të flet për një panajër të tillë. Më pas Zoja Safka Todorova është presidente e Këshillit Kombëtar për Barazi Gjinore SOS. Ashtu njihet edhe Zoja Safka që ka dhënë kontribut të veçantë për gratë viktima të dhunës në familje, mirë po dhe njohëse e mirë e etnografisë. Zonja Safka edhe ajo dha një mesazh mjaft të qartë tek ata gra dhe tek të gjithë opinioni i gjerë, po ashtu kishim zonjën Gzime Fezi, afariste e njohur, e cila njihet në Maqedoninë e Veriut, por dhe më gjerë si afariste e njohur në fabrikën e prodhimeve të qumshtit. Besoj se edhe ajo dha mesazhin e duhur për gjithë ata gra që duhet të bashkohemi për të qenë më të forta dhe për të vazhduar dhe më tej me projekte më të mëdha. Kishim profesoreshën Merita Abazi, e cila është një grua e shkëlqyer, e cila gjithmonë mbështet çdo femër, çdo grua. Mirë po, ajo përveç letërsisë ka njohuri edhe në këtë drejtim, dhe ajo gjithmonë jep mesazhe mjaft pozitive dhe me vlerë. Ndërkaq dhe Zoja Meri me Kajolli Tusha, përveç mësimdhënëse, ajo tregoi se si hapat e saj ai ka filluar në artari pikërisht në zemrën e Qarshisë së Shkupit, njëra ndër femrat e para e cila ka thyer barierat dhe ka filluar një pasion si artaria. Ja, ajo ishte një shembull se si gjeneratat e reja duhet të fokusohen dhe t'i shpalosin apo t'i ndajnë ato pasione që kanë të fsheta, të mirën me ndonjë pasion shtesë pos profesionit të tyre. Dhe pse thash pak më parë që dikush nga ata e ka dhe profesion. Kam emra të grave që morën pjesë në këtë edicion, por dhe në edicionet e mëparshme, të cilët me profesionet e tyre jetojnë, jo vetëm jetojnë, po jetojnë shumë bukur, janë pjesëmarrëse jo vetëm në vend në panajire që organizohen këtu, por dhe jashtë vendet. Në çdo panajër ndërkombëtar ata i ke atje. Mirë, ti e the për rjetëzimin, domethënë ke ndonjë ide që ta përhapësh të më gjerë? Po, mendoj pse jo. Ndoshta para 2-3 viteve kisha edhe një ftesë me një panajër të Prizrenit të bashkëpunojmë. Për një të ardhme të shpejt, pse jo, mund të bëjmë ndoshta edhe ndonjë karneval të lëvizjes tonë, mund të udhtojmë në ndonjë qytet tjetër, apo gjithçka do varet nga momenti, por dhe t'ja lëm kohës. Për momentin është me rëndësi se më pëlqen ajo se kemi gra që shpalosën pasionet e tyre në çdo lëmi. Çka ishte me rëndësi, nuk ishim gra vetëm që miren me filigran apo me artari si që kemi neve zakon, po ishte më rëndësishmja kisha një zonjë e cila miret me produkte organike, e cila vetë i bën gjithë ato produkte. Zonja të ndryshme që më veç më neve kemi atë të njohur, që miren me dantele, me gjëra tjera, punime të dorës, e kështu me radhë. Ishte një atmosferë shumë e këndshme dhe si thuhet një ndërthyrje edhe si një eveniment kulturor ku kishte edhe kërcim, vallëzim, kishte energji pozitive, fjalime. Shpresoj Arlinda që të ecë mbar, të uroj shumë suksese dhe të faleminderit që ishe me ne, të shpalosish këtë projekt që vërtet është për të përshëndetur dhe shpresoj se do bëhet ky rjetëzim shumë i madh, mirë po do të përhapet këtu edhe në vendin tonë, në Republikën e Maqedonisë së Veriut, se ja vlen se vërtet është për të përshëndetur. Të faleminderit shumë që ishe me ne.
Faleminderit Valdeta, kënaqësia jona gjithmonë për të shpalosur gjëra të bukura para shikuesve të juaj dhe para opinionit të gjerë. Besoj se do sjellim gjithmonë gjëra të bukura.